Pse kryeministri i Shqipërisë është duke gënjur? Pse ambasadori Gonzato del si kukull kur gënjen kryeministri dhe tund kokën? Pse ambasadori i Bashkimit Evropian del dhe thotë unë shan opozitën dhe thotë nuk jam i qeverisë dhe prap del blof në ato që del fjala e opozitës dhe mediave. Do të na shpjegojnë të gjithë, nuk ka asnjë të keqe. Nuk ka, unë mund të jem dakord me çdo gjë që thotë ambasadori i Bashkimit Evropian, për sa kohë ai e shpjegon qëndrimin e vet. Po nëse qëndrimi është blof, atëherë ne vëmë një pikë pyetje tek kryeministri, tek ambasadori dhe të gjithë ata që janë duke na gënjur. Sepse këtu jemi të bëjmë me një popull të gënjur që sot sapo mori një zhgënjim. E qartë është kjo. Do shohim tani se çfarë do të ndodhë dhe si do të vijohet. Megjithatë, kam përshtypjen që për diskursin politik të brendshëm, po kjo do jetë linja. Ne i kemi plotësuar gjërat si duhet, se komisioni na ka thënë po, pastaj kanë hallet e tyre vendet e veçanta, nuk është faji jonë. Ky freni, ne kemi diskutuar disa herë, sepse kjo është një çështje që te kalon edhe politikën edhe gazetarinë dhe çështjet partijake çdo gjë. Se kjo është një çështje që e duan di shqiptarët. Ne kemi diskutuar disa herë që kjo është qeveri që erdhi në 2013 në pushtet dhe kur erdhi në pushtet në 2013 në tetor të 2013 ishte gati në nëntor ndoshta ishte gati statusi i vendit kandidat apo jo. Dhe u shtyr statusi i vendit kandidat nga disa vende për të marrë në qershor. Informacionet janë që vetë zoti Rama e kërkoi shtyrjen që të mos merrte meritën Partia Demokratike, megjithëse 2013 ishte një vit që deri në qershor ishte qeverisur Shqipëria nga deri shtator praktikisht, pak deri në qershor, ishte qeverisur nga Partia Demokratike dhe duke si ndajë merita mes dy partive, apo jo. Dhe u shty statusi i vendit kandidat për në qershorin e 2014-s, që meritën ta merrte Edi Rama. Që nga 2014 dhe deri në 2022-shin, neve nuk kemi bërë asnjë hap përpara në Bashkimin Evropian. 8 vjet fiks. Nuk ka ndodhur në asnjë qeveri shqiptare. Që nga qeveria e Ilir Metrës, kur ne Fatos Nano hapi stabilizimin dhe asociimin. Por përpara të hapeshin masat e para, kontaktet e para, zhvillimet e para u bën në qeverinë e Ilir Metrës. Në Edi Fatos Nano në 2002-shin, në 2003-shin u bë hapja e negociatave të stabilizimit të asociimit. Iku Fatos Nano në 2005-ën, 2006-ën u bë mbyllja e negociatave për stabilizim të asociimit dhe Shqipëria fitoi statusin e stabilizimit të asociimit. Pastaj u bë hapja e vizave. Pastaj në Schengen i ishte ajo. Ne kemi pasur gjithmonë hapat, morëm statusin, dorëzuam dokumentet për statusin e vendit kandidat, nëse ju kujtohet. Çdo një vit ose 2 vjet Shqipëria ka pasur një zhvillim në marrëdhënie, një afrim më shumë në marrëdhënie me Bashkimin Evropian derisa erdhi Rama kryeminist. Erdhi Rama kryeminist nga 2014 qershori deri në 2022 nuk patëm asnjë hap përpara, asnjë hap 8 vjet. E kishim çdo vit një hap drejt BE-s, 8 vjet patëm stagnacion. Më në fund u hapën negociatat. Apo. Dhe sot kemi 4 vjet stagnacion. Se na thonë janë hapur kapitujt, janë hapur kapitujt e grup kapitujt. Po problemi është do mbyllet në një gjë, se për të hapur s'ka ndonjë vlerë. Pra, kemi nevojë për informacion, nuk është problemi se, kjo është një çështje që u takon gjithë shqiptarëve. Ata miqi përjashtojnë gjithë shqiptarët e tjerë, se duan ta marrin meritën vet. Por s'paktën të shpjegojnë pse ndodh kjo që ndodhi? Pse s'po ndodh ajo që kanë lajmëruar ata? Dhe kjo është një gjë që kjo është partijake. Kjo s'ka të bëjë me luftën politike të brendshme. Kjo ka të bëjë me një mandat që ai e mori për të integrimin në Bashkimin Evropian dhe me dëshirën e shqiptarëve për të integruar sa më shpejt në Bashkimin Evropian dhe të mos ende në rrugëve si njerëz